Edhe nga qelia e Burgut, ish kryeministri, ish kryetari i Kuvendit dhe ish presidenti Ilir Metaj ka tentuar të fshehë njollat e tij penale gjatë 33 viteve, për të cilat është ndaluar nga policia dhe është hetuar e gjykuar nga drejtësia. Të tentativë të Ilir Metës e konstatoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në formularin e vetdeklarimit personal sipas ligjit për dekriminalizimin, të plotësuar dhe dorëzuar si kandidat për deputet i koalicionit PD Shqipëria Madhështore. Bashkëfshatari Skra Parli, kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi, e riktheu formularin e kandidatit Ilir Metaj nëpërmjet avokatit, sepse nuk ishte deklaruar procedimet policore dhe penale. Madje sipas informacionit, Ilir Metaj e kishte kërkuar vetë riplotësimin e formularit të dekriminalizimit, i trembur se mos e përjashtonin nga kandidimi dhe e procedonin përsëri penalisht për fshehje të dhënash, mashtrim e falsifikim dokumentesh zyrtare. Në formularin e KQZ-s për kandidimin si deputet që e plotësoi në qelinë e Burgut, Ilir Meta nuk ishte deklaruar arrestimin që i bën policia dhe shik në muajin gusht 92 për organizimin e protestës së dhunshme të punonjësve të kombinatit të armëve në Poliçan. Nuk isha deklaruar në formular procedimin penal dhe hetimin e përbashkët nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria e Beratit në nëntor 92 me akuzën për organizim dhe nxitje rebelimi kundër rendit kushtetues nëpërmjet punonjësve të kombinatit të armëve në Poliçan. Kandidati Ilir Meta nuk ishte deklaruar në formular procedimin penal dhe hetimin në vitin 2011 dhe gjykimin nga Gjykata e Lartë në janar 2012 për aferat korruptive që u publikuan në video prifti, që u bë shkak për tragjedin me 4 protestues të vrarë më 21 janar 2011. Megjithse kandidati Ilir Metaj prej 5 muajsh është në paraburgim, nuk ishte deklaruar në formular që është i arrestuar nga SPAK dhe gjykata e posaçme për korrupsion, pastrim parash, pasuri të paligjshme dhe fshehje të tyre dhe lobime të fshehta financiare me qarqe të ruse qipriote. Në krahasim me formularët e dekriminalizimit kur ishte kryetar Kuvendi dhe president republike, ai kishte korrigjuar dhe kishte deklaruar të saktë vetëm mbiemrin nga Meta në Metaj.